nëse fëmija jotë po është i mirë në gjithë qka tjetër, i mirë në aspektin që po ja del mirë me lujt, me bërë bisedu me ty, po shumë i logjikshëm zgjidhjet problemeve, po mendojnë vizatuar, në komplet fushat e tjera i po është mirë, po momentin kur fëmija jotë po ullet me lexu dhe atë librin nuk mundet me duru me mbajt as 5 minuta dhe mbyll, sepse është edhe aspekti i ti emocional, mandena që ja krijon atë sfidën edhe po e mbyll me një herë dhe që ajo po ja arrit atë pjesën e stresit, po shkëputet, atëherë që ajo mbyllja e librit duhesh me mendu pse po lidhet vetëm me ato. Në momenti kur fëmija po tërheqet vetëm prej pjesës mësimit edhe në çdo pjesë tjetër po është mirë, aty e dim që kena një vështirësi. Në përgjithësi prindrit sot janë shumë të vetëdijshëm, por nuk mundemi me thonë që ka edhe prind që ndoshta nuk e kuptojnë deri momentin kur i thot mësuesja ose nuk e kuptojnë si vështirësinë përgjithësi, se edhe është vështirësi pak ma, unë ka një herë them që ma lehtë është ndoshta me u pranu vështirësitë e tjera që janë shumë adukshme se sa vështirësitë që janë kështu si disleksia ose diskalkulia ose kështu që lidhen vetëm me një vështirësi kryesore. Kështu që momentin që ti e sheh që fëmia jot po është i mirë në çdo çka tjetër, po momentin kur po ulet me mësu, po tërheqet edhe po e mbyll atë librin vetëm për 5 minuta, duhesh pak si prind me e mendu edhe me e diskutu të njëjtën kohë me fëmijën se çka po është ajo që ti po e mbyll atë librin. Mos flasim për fëmijët me disleksi që thash, për shembull nëse është disleksi, e ka pjesën e leximit, të shkrimit, të fonologjikën e këtu, që mundesh me vrejt edhe në pjesën e të folurit tash studimet e reja dhe vetë se po na tregojnë që kjo fillon edhe në faza shumë atëhershme të njohja e ngjyrave kur fëmijët po fillojnë ashtu një përzi ngjyrat me njëra tjetrën. Që duhet mu eduku fillimisht na si prind. Feks.